Kryeministri Edi Rama ka shprehur besimin e tij në fitoren e padiskutueshme të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 Maj, duke theksuar se synimi i tij nuk është thjesht formimi i një kabineti qeveritar, por sigurimi i një shumice absolute në parlament. Rama theksoi se ky mandat i fortë do të mundsojë që asnjë person të mos ndalë procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe këtu nuk është çështja që ja do fitojë Partia Socialiste aritmetikisht. Pra do marrë Partia Socialiste 71 deputet. Partia Socialiste nuk diskutohet. Çështja është Partia Socialiste të marrë një mandat të fortë që mos ketë më asnjë luhatje procesi dhe mos i dalë njeri përpara negociatave, mos i dalë njeri përpara bashkimit me Europën. Sipas tij, ndonse mund të jetë ai në krye të qeverisë në vitin 2030, Partia Socialiste do të jetë angazhuar për finalizimin e të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Do mbaron mandatim 2029, kemi kry punë. Paka shumë ratifikimi merr një 2 vjeçar, unë besoj që do bëhet dhe më shpejt të herë për shkaqet që dihen, por kemi kry punë. Dhe a jam unë që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania apo është dikush tjetër, kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë jam ama do ta vë ata, ma vë aty. Edhe do ta marr për dorë kush tjetër. Çfarë do të jetë ai që do jetë? Unë besoj që do jetë socialist. Unë tjetë socialiste, por marrë për dorë, të them ullu tani, edhe vazhdoni ju gjenerata e TikTok-u drejtoni Shqipërinë, se do ta kemi vëndë TikTok. Gjithashtu, ai nuk ka nguruar të reagojë ndaj kritikave për korrupsion dhe dështim gjatë mandatit të tij, duke ju përgjigjur me fjalë të arshpra dhe duke përmendur arritjet dhe transformimin që ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Se je i knetës ti komplet, derisa flet komplet si kneta, je totalisht i marrë peng nga kneta, nuk kam lidhje unë fare me këto vjedhjet që flet ti, po kjo është em tjetër. Si shembull i suksesit të tij, Rama solli lezhën, ku ai tha se Bregdeti i saj do të jetë sa i ngjashëm me atë të Spanjës, fal projekteve të realizuara në hullëheqjen e kryebashkiaut Pierin Ndreu.